Po atëherë përshëndetje për ju në studio dhe për të gjithë shikuesit e emisionit ditore. Po lajmërohem këtu nga qyteti i Mitrovicës, konkretisht nga lagja e njohur si kompleksi Amina, ku në këtë zonë ka pasur vërshime si edhe në shumë qytete e fshatra tjera të Kosovës. Po për të na dhënë më shumë detaj se si është gjendja aktualisht, këtu pranë vetes kam komandantin e zjarfikësve, zotrin Burim Ibishi, i cili do të na jap më shumë detaj. Atëherë nderuar, faleminderit paraprakisht shumë për kohën. A mund të na tregoni se si është situata deri më tani? Situata këtu në lagjen Amina është e përfshirë nga ujë e tër lagja. Jemi tu avoku banorët. Janë disa banorë që nuk po dojnë me dalë, po me shumicë i kemi avoku dhe i kemi dërgu me familjarë të tyre apo miqtë të tyre. Krahasuar me ditët e tjera, si qëndron gjendja sot? Është më e qetë apo? Gjendja të na pe i pramshit është jo si ditët e tjera, të na është pak më rëndum. Mirë po, neve na ka bo pak edhe ftofte, edhe kështu që po besojna që i kemi ofër edhe 2-3 familjar për t'i larguar, edhe kështu që po besoj që nuk kemi me pas doni të lashe. Deri më tani sa familje keni evaku? Qëtu lagjen Amina për 20 shtëpi që i kemi largu, kështu me numër sakt, nuk po më në dim për shkak se tishe që shpo shkon të lëvi shkamera një lenjo, veç dikon rreth 20 familje i kemi largu deri me tani. Ka edhe shumë që nuk po dojnë me dalë, po që ata mas shumë të po na vështirësojnë situatën se po dohet me orë në dërkohë, me i vizitu, a ka nevoj për najsen, apo një rëzik, apo diçka tjetër. Nderuar, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve. Atëherë këtu pranë vetes kisha komandantin e zjarfikësve, zotrin Burim Ibishi, i cili na dha detaje për, po e them detajet e fundit ashtu rreth vërshimeve që kanë kapluar këtë pjesë të Mitrovicës. Për gjatë kohës tani kemi qëndruar që nga mëngjesi deri më tani kemi parë se si ka shkuar procesi i evakuimit të banorëve, kemi parë kështu gjithashtu në terren edhe ekipet e kërkim shpëtimit, mirë po edhe ekipën e ndihmës së parë, e cila ku pas kohë ka intervenuar tek personat të cilët kanë pasur nevojë. Aktualisht pra siç e përmenda gjendem këtu në Mitrovicë, prapa meje los operatorin Hamit Sadikaj, që shoqëroj pak me pamjet që ndodhen prapa meje. Këtu po e shohim ekipet e zjarfikësve, ekipet e kërkim shpëtimit, mirë po shohim edhe banorë të kësaj zone të cilët kanë ardhur për t'i dalur në ndihmë këtyre ekipe emergjente të Mitrovicës. Gjatë kohës tani kemi qëndruar këtu, kemi parë që familje po e them ashtu janë shpërngulur dhe janë evakuuar nga shtëpitë e tyre. Mirë po e përmendi edhe një herë atë se çfarë e përmendi komandanti i zjarfikësve, që puna më e vështirë po bëhet për ta në momentin kur disa familje nuk po duan të alën shtëpinë e tyre dhe pastaj po duhet të kthehen përsëri për t'i marrë ato në mënyrë që të dalin në ndihmë dhe të janë në çdo kohë dhe në çdo vend për sigurinë e qytetarëve. Atëherë kaq kemi nga kjo lidhje direkte këtu në Mitrovicë, nëse nuk keni ndonjë pyetje, fjolla e kisha kalu linjen tek ju në studio.